jam në fshatin Koçorisht, këtu ku po bëhet festa. Ky në fakt është një fshat i braktisur, pas viteve 90 në kuadër të lëvizjeve demografike, por edhe të pamundësive për qëndruar këtu, pasi nuk ka rrugë, nuk ka energji elektrike dhe pamundësi për të pasur tokat eficiente, sepse edhe uji fatitës apo uji i pishëm mungon. Por këta banor, pas shumë vitesh, pasi kanë migruar dhe emigruar, si brenda vendit dhe jashtë vendit, janë kthyer sot këtu për të festuar. Edhe pse fshati i tyre është i braktisur, sot ata i kanë dhënë jetë, e kanë jetësuar dhe mendojnë dhe pretendojnë se do të vinë çdo vit, por vitin tjetër më shumë. Nga pushteti lokal apo qendror, sot nuk ndodhet askush këtu, sepse ata nuk kanë fytyrë të vinë, që të përballen me këta banor, sepse thjesht kanë marrë votat dhe kanë kthyer kurrizin. Unë nuk kam ardhur sot për të bërë politikë, po kam ardhur për të përgëzuar këta banor, për të bashkëbizetuar me ta, aq më tepër që një pjesë të madhe të tyre i kam edhe gjakun tim, por dua t'ju them që të harmonizohen dhe në qoftë se kanë akumuluar apo kanë mbledhur të ardhura, të vinë të investojnë këtu, sepse do vi një ditë që rruga do bëhet, kanalet vadice do jenë në eficiencë të plot, uji i pishëm dhe energjia, dhe ky vend të jetë jo vetëm për turistët vendas, jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për turistët e huaj. Absolutisht, edhe njëherë i përgëzoj për këtë nisëm të shkëlqyer që ta kanë bërë. Vetëm për ide, falenderoj me vëj. Ka kumla sa? Ogen, a trafi që kjo.